Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon një njeri pasanik negativ, dorë shtrenjtë, koprac, edhe ka do njerëz edhe familjes vet nuk i dalin hakut. A tham, tu e shtrëngu dorën, tu mbledh, tu pasuri, as prindërve nuk ju del hakut, as e vladit nuk ju del hakut. Mos flasim më të tjerëve. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki person ka hyrë në zyrën e vet dhe ka qit llogarit, edhe po bën llogari pasuninë e tij, dhe ai duke bë llogari derën e kish mbill mirë, fort, edhe kur e shef një njeri para vetes, ama i panjofshëm, i trishtueshëm, tha vëlla kush je bre ti? U trem, u frigu. Tha mos bën zot. Tha mos bën zot, lej ato muhabete, çka i tu bën lej, tha ka mbaru, bënu gati me ta marr shpirtin. Ha? Po kush je ti? Tha, jo Mazraili, ne i thom Mazraili, ha? Melekul Maut. U habit, u çudit. A momre vëlla, tha. A bash që kështu, po tha, gati, bënu gati, ma shpejt. A ma fal bre një vjet, tha, ma fal një vjet, i kam do punda, një vjet tha shumë është për më. Unë jam i urdhëruar për Allahu dhul Xhelal me kry detyrën time. Melekul Mauti qatë detyre ka, me urdhën të Allahu dhul Xhelal, shkon me shpirtin u kry muhabet. Tha, nuk mundet, tha hiq, tha 24 orë. Jo, tha nuk mundet, bënu gati. Në fund tha, ta jap tha kret pasunin. Vetëm një orë, ma fal, kret çka kom të kofshin, ti nënshkruj, vetëm një orë, qkoj beret e familjat. Jo, tha shumë është një orë. A mambre, as një orë nuk bën, tha nuk vlen. As një orë, heq, shumë është, gati. Tha, a më lejon të shkruj një fjalë? Shkruj, tha, edhe atë ma shpejt. E mori lapsen e shkrujti. Mjeri jumë. Gjithë pasurin e dhash një orë së ne blejta, një orë së ne shtyna, një orë së ne prolongova. Kur të vi urdhni Allahu dhul Xhelalu kri, prandaj hasibu kable en tu hasebu, pregaditu vëllai. Mos e harro këtë moment se të gjithë që jemi ne që këtu, edhe të gjithë njerëzit, për moment jemi potencial me vdek.